Kryeministri i vendit Edi Rama bëri thirrje të gjithë shqiptarëve që të votojnë masivisht për Partinë Socialiste në zgjedhjet e 11 majit, duke cilësuar atë si forcën e vetme politike që mundi të çojë përpara procesin e anëtarësimit të vendit në Bashkimin Evropian. Në episodin e fundit të podcastit të flasim, Rama nisi me një monolog të gjatë teksa mbante në dorë pasaportën shqiptare duke lidhur atë me të ardhmen europiane të vendit. Ne mund ta mbyllim përfundimisht të histori diskriminimi, të histori poshtruese dhe mos na ndaj më askush si delet zeza nga tufa e bashkëdhetarëve tanë europian kur hym në një kufi. Ka vetëm një mundësi dhe vetëm një rrugë të bashkohet dhe me votën e bashkuar të na jap këtë mundësi që të pajisim çdo shqiptar dhe çdo shqiptare me pasaportën e BE-s brenda kësaj dekade. Në këtë episod të podcastit Rama prezantoi edhe ekipin e Partisë Socialiste për zgjedhjet e 11 majit, duke i thënë se cilit prej kandidatëve më hapësirë për të u drejtuar votuesve. Ai theksoi rëndësinë e një mbështetje të gjerë për Partinë Socialiste, duke theksuar se kjo është e vetmja mënyrë për të garantuar vijimin e reformave të nevojshme për integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian.